besoj që Ernesti po na dëgjon. Mirëmëngjesi Ernest. Mirëmëngjesi juve, po patjetër që po ju dëgjoj. Shpresoj që je mirë dhe ke nisë mëngjesin mirë sot herët me neve. Kjo është një ditë e zakonshme realisht për mua, këtë ditë kam çdo ditë, domethënë zgjohem herët për shkak edhe të proceseve familjare që duhet me u përkujdesa për familjen, për fëmijët, kështu që është një ditë normale, e nis me një shumë energji të mirë, edhe po më vjen mirë që sot të nisim me juve. Ernest, tash e kemi pa që është tu bo festivalin në Gjilan, festivali i shkollave të mesme, si që dim, besoj që bëhet edhe me heret. Si ka nisur ideja për këtë festival të teatrëve të shkollave të mesme? Po, ky është edicioni 4 i këtij festivali që mbahet në Gjilan. Si ide ka rrjedhur nga Teatri i Qytetit Gjilanit, i cili ka nisë edicionin e parë, edhe mandej ju ka pëlqyer komunës ideja e krijimit një festivali të tillë për shkak të interesimit shumë të madh të nxënësve për teatrin, edhe ka vazhduar në edicione të tjera mandej si një fond i veçantë i ndarë çdo vit me një memorandum të cilin e ka bërë komuna me Ministrinë e Kulturës, edhe i cili vazhdon të jetë tradicional çdo vit nëpër shkollat e mesme të qytetit të Gjilanit. Sa shkollat të mesme do marrin pjesë këtë vit? Ka fillu edicioni i parë dhe i dytë kanë fillu me 5 shkolla normal të qytetit tonë. Në ndërkohë, ne si organizatë, sepse bëhet një thirrje ku aplikojnë organizata të ndryshme dhe fitojnë varësisht prej konceptit edhe ideve risive, inovative që sjellin nga viti në vit, edhe si organizatën Amor është fitu domethënë që 2 vite rresht ky festival. Ideja është e ndryshimit të këtij koncepti, domethënë nëse në edicionet e para kanë qenë 5 shkolla të Gjilanit, mandej u ndryshua dhe kem futur edhe Kamenicën edhe Luginën e Preshevës. Në mënyrë që të krijojmë një laramani dhe të integrojmë pak më shumë të ditë mungesën e aktiviteteve dhe projekteve kulturore në aton. Kjo ka sjellë shumë bashkëpunime dhe fryte të mira, edhe ndërmjet nxënësve, edhe ndërmjet neve si aktor. Mandej si vjetë është risi që kem futur edhe shkollën e Bujanocit, domethënë kem bënë 2 grupe janë të krijuar prej mix shkollave në Gjilan, të cilat prodhojnë 2 shfaqje, edhe i kem bërë 3 shfaqje ndryshme jashtë Gjilanit, që me dashur me bë pak më interesante dhe më ndryshe. Është shumë mundësi e mirë edhe kjo për komunat e tjera, shkollat e komunave tjera që kanë pasur mundësi të vazhdojnë në këtë festival, të marrin pjesë, po a ka ndonjë temë të veçantë ose mesazh që kërkohet të përcillet nga shfaqjet që do të shfaqen në Teatrin e Gjilanit? Po, nga vitin vit ne ndryshojmë edhe idenë e teksteve. Vitin e kaluar ka qenë që nxënësit edhe grupet bashkë me mentorin e tyre që është profesionist në aktorës e regjisor, kanë kriju një tekst nga fillimi deri në fund, kanë kriju tekstin me idenë edhe me temën që ata i preokupon, edhe kanë nxjerrë pa temat e rinisë, domethënë të shkollave, të mentalitetit të tyre. Ndërkohë që këtë vit kem ndryshuar sistem edhe kem vendosur që tekstet tona t'i shkruajmë na, që ata ta provojnë një dozë të profesionalizmit, them. Janë shumë tekstet janë konceptuar, janë shkruar nga Ersan Zymberi, edhe i ka realizuar në formë shumë interesante. Ka marrë prej Shakespeare-it, tekstet e famshme të William Shakespeare-it, edhe i ka modernizuar në kohën e sotit edhe në rinin. Do të të marrë një shembull kështu për me ilustru pak më shumë për njerëzit, është nëse te Macbethi kanë qenë ato magjistricat, tash këtu janë influencere. Domethënë është i njëjti rol i tyre, pra po në kohën më moderne. Kështu që ata kanë në rastin me provu edhe sistemet ndryshme, edhe tekste, edhe ide, edhe koncepte, edhe kanë pas një lehtësim që në liru për tekstit jenë fokusu në aktrim më shumë. A ka plane që ky festival të bëhet më i madh dhe të përfshihen ende më shumë shkolla, siç tha Bujanovci është përfshirë Kamenica, por a keni menduar me bë më të madh këtë festival dhe të përfshihni më shumë komuna? E mira kishme qenë kështu, tu e pa që Gjilani ka fillu me këtë festival dhe është edicioni viti 4 do të thotë që e realizon. Na kem synu mi fut, përveç që prodhon 5 shfaqje, janë dikon një 7 ose 8 shkollat përfshime, sepse në grupe kem dash mi bo nga 2 shkollat që ta prodhojnë një shfaqje, në mënyrë që të bashkëpunojnë shkollat me zveti.
jem zgjënu ma shumë për hatër në kuptimin që atje ka mungesë të aktiviteteve dhe kem dashur të integrojmë si Kosovë lindore pak, edhe Kamenicën e kem përfshi, tu e di që nuk ka një teatr profesionist të themelum atje, nuk ka aktivitete, nxënësit ka nevojë. Kjo ka qenë ideja pse na i kem bën. Në ndërkohë, sa i përket qyteteve tjera, unë kisha pas qartë që ata të nisën për një shembull të tillë, edhe të vazhdojnë të krijojnë festivalet e tyne. Mandej ky rrjet i festivaleve në për qytete kish me prodhu nga disa shfaqje të ndryshme dhe kish me kultivu disa gjenerata ndryshme në mos prej tyre del ndonjë aktor, po edhe nëse nuk është aktor ose regjisor ose çka do tjetër, të paktën ta kultivojmë në vedinë e tyre një kulturë që të vinë teatra, të kemi një publik audiencë potenciale. Në ndërkohë, kishëm mujt me realizu, ta zgjedhim shfaqjen më të mirë nga festivalet tona, pastaj këto shfaqjet më të mira të konkurrojnë në nivel kombëtar për shfaqjen edhe prodhimin më të mirë të atij niveli. Kishte qenë interesant. Po përmes kësaj pjesëmarrje, normal që besoj që dhe nxënësit besoj që do ta shohin vetë ndoshta si një aktor ose regjisor dhe besoj që prej juve del diçka shumë e mirë. Po, në fakt ka aktivitete të ndryshme përveç prodhimit shfaqjeve, ata informon edhe mbi skenografin, mbi kostumografin, mbi teatrin, kam bu vizitat ndryshme në teatr, kam pas ligjerata në teatrin ton, kanë vizitu dhe njohu me teatrin se qysh funksionon gjithçka në teatr, kam pas mundësi me i vesh kostumet cilat janë vesh në gjeneratat ndryshme që nga ruajtja e tyre të fillimit shfaqjeve profesioniste në teatrin ton. I kam provu ato, kam provu qysh është grimi, rëndësin peshën e tyne, skenografisë kostumit, është boni photoshooting, mandej me krejt këto kostume edhe grem, edhe po pritet që dy netet e festivalit me datën 22 dhe 23 t'jenë fantastike, është një organizim shumë i mirë, edhe falenderojmë organizatën Anamore, cila është për kujdes që të mos i mungoj asgjë festivalit, edhe ta ngrit nivelin. Një diçka që po du me potencu, është se që 2 vite, domethënë prej se kjo organizate ka festivalin, ka kriju gjithçka, në kuptimin e brendimit edhe PR-it. Tu fillu për i brendimit që ka mungu, edhe mandej do të thotë rrjetet sociale, aktivitetet e komplet festivalit, provat e tyne, takimet, audicionet, informatat i kanë në për rrjetet sociale dhe nxënësit nga krejt vendet mundet me hyrë në Facebook, në Instagram, rrjetet sociale, me kërku festivalin edhe me pasi qysh edhe çka bojmë na çdo ditë gjatë këtij muaji që 3 ditë që janë përgatitja e festivalit. Me qenë se jemi në fund vetë në përgjithësi, qysh po përmbyllet 2025 dhe çka po presni në 2026-ën? Mendoj që unë po flas për pozitën time dhe për teatrin ku unë punoj, teatrin e qytetit Gjinanit, mendoj që sot edhe kem darkën festive në mramje, edhe kem shkas për me festu, për shkak se kem prodhu shfaqje të jashtëzakonshme, kem marrë çmime të ndryshme, po çmimi më i madh i teatrit ton është publiku ynë i dashur, i cili është i jashtëzakonshëm. Unë e di që edhe për teatrat tjera dhe për kolegët tonë e di që është kënaqësi e madhe me ardhur me performu në Gjilan për shkak të një publiku i cili është gjithmonë aty për secilën shfaqje, për secilën reprizë. Edhe kjo e bën teatrin mandej të ketë edhe përgjegjësi, edhe neve si aktor, edhe të krijojmë shfaqje të bukura, punë të mira. Vim me shumë çmime në këtë fundvit, edhe vim me produksione të ndryshme. Për momentin është tu prodhu edhe një shfaqje e cila synohet përgatitet për flakën e janarit. Zona Hoxha është duke punu, ka projekte ndryshme që kanë lënë shenja të mëdha. Unë e përfundoj veten edhe si një punë të madhe që mendoj që e kam bërë paktën edhe personale, po edhe si producent i një shfaqje, jo vetëm si aktor, është shfaqja Djali, e cila ka arritë një shfaqje e financuar nga Ministria e Kulturës, ka arritë të fitoj edhe çmimin nga Ministria për regjim më të mirë vjetor, edhe ka ecë në për teatrat ndryshme shqiptare, edhe ka lënë emocione dhe gjurmë shumë të mira. Po mendoj që si teatr kem arsye me festu. Dhe për fund, çfarë mesazhi do t'ju japit nxënësve që hezitojnë të përfshihen në teatr dhe në këso festivalesh kaq të mira që janë për nxënësit? Shumë pyetje e mirë. Shumica është shumë interesante. Shumë
kur shpallën audicionet, ata janë të vetëdijshëm edhe i përcjellin krejt audicionet. Në shumicën e shkollave të paktën të Gjilanit, nuk hezitojnë me ardhë. Domethënë se e dinë rrjedhën, janë të njoftuar edhe i kem në mos shikues të shfaqjeve, i kem paktën fëmijë të shikuesve të shfaqjeve. Edhe e dinë edhe nuk hezitojnë me ardhë. Edhe mungesa e kurikulave të ndryshme që kanë të bojnë edhe me teatrin edhe me artin skenik, i bën ata që më kon pak më atraktive si punë. Ka disa prej tyre që mendojnë të vazhdojnë edhe me aktrimin. Mendoj se është rrugë e mirë për të paktën për ata që mendojnë me vendos për profesionin e tyre, po edhe për kohën e lirë, cilën mendoj se nuk është kualitative koha cilën sot rinia jonë, shkollat, të paktën kjo mosha e shkollave të mesme e çojnë, mendoj se është aktivitet i jashtëzakonshëm edhe është një mundësi e mirë që nëse e humb patjetër që kemi ra pishmën. Kështu që shumica na shkruajnë kohë pak ma vonë kur e shohin se shokët e tyre kanë filluar me kriju diçka dhe më kënaq. Po mendoj që jemi të kënaqur prapë se prapë me numrin e të interesuarve. Na refuzojmë për numrin kaq të madh, krijojmë audicione dhe i marrim më të mirë prej tyre, për shkak të interesimit shumë të madh, nuk kemi mundësina krejt me marr, po synojmë që të paktën të rritemi nga vitin vet edhe të jem gjithmonë më mirë. E vërtet mesazh shumë i mirë, edhe unë mendoj që nxënësit kjo është një mundësi shumë e mirë për nxënësit e cilët duhet të marrin pjesë në këto lloj festivalis që të avancojnë për vete dhe të kenë një eksperiencë shumë të mirë. Faleminderit shumë Ernest, ju uroj së pari nxënësve suksese në shfaqjet që do të mbahen 22 dhe 23 dhjetor dhe suksese juve si Teatri i Gjilanit. Faleminderit shumë për ftesën edhe për kujdesin në përgjithësi në kulturë. Ju uroj në një vit mbar juve si staf, Koavizionit, edhe gjithë shikuesve t'juj, patjetër edhe gjithë kolegëve të mi, edhe suksese, shëndet për vitin e tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit, mirupafshim.